Shiu binte rënd atë mëngjes në periferinë e Tiranës, duke përplasur dritaren e vjetër të dhomës ku jetonte Petriti. Një burr 67 vjeçar që vitet e kishin bërë të duket më i lodhur se mosha. Faqet e trasha, të rrudhura, flokët dikur të zeza si nata, tani ishin thinjur e bërë gati argjend. Kurrizi ishte përkulur nga vitet e punës së rënd dhe fatkeqësitë që i ndoqën jetën. Por ajo që i kishte thyer zemrën më shumë se çdo gjë tjetër, ishte humbja e së vetmes vajzë. Vajza e tij, Bora, e kishte pasur vetëm një fëmijë, shpresën e jetës. Vajzën që ai e kujtonte duke vrapuar në oborrin e shtëpisë, me flokë të gjata të verdha si gruri dhe sy që qeshnin gjithkohën. Vajza që dikur i thoshte, babi, kur të rritem do të bëhem zonjë e madhe. Dhe ishte bërë, por jo në krahët e tij, jo me të pranë, jo me përkrahjen e babait që duhej ta kishte mbrojtur. Prej 20 vitesh nuk kishin folur. Prej 20 vitesh ai jetonte me një mallkim në shpirt. Një gabim fatal, një fjalë nxituar, një natë mallkuar që i ndau përgjithmonë. Ajo ditë e vjetër që ndryshoi gjithçka. Ka njerëz që thonë se koha i shëron plagët, por koha për Petritin vetëm i zgjeronte ato. Ai nuk e harronte atë natë 20 vite më parë, kur u kthye i pirë nga lokali i lagjes. Ishte kohë e vështirë, punë e rrallë, nerva të tendosur. Dhe Bora, atëherë 18 vjeç, i tha se kishte fituar një bursë për të studiuar jashtë shtetit. Një lajm që duhej ta mbushte zemrën e një babai me gëzim. Por jo atë natë. Atë natë, alkooli dhe stresi i kthyen krenarin në xhelozi. Ai i bërtiti. I tha gjëra që nuk duhen thënë kurrë nga një baba. I tha se e braktiste. I tha se e harronte. I tha se nuk do të bënte asgjë të madhe. Në sy të saj nuk pa frikë, pa zhgënjim. Pastaj ajo u largua natën, pa kthyer kokën pas. Dhe nuk u kthye më. Të nesërmen, dhoma e saj ishte bosh. Garderoba bosh. Librat mungonin. Fletore që dikur i mbante me kujdes ishin marrë. Kishte marrë edhe fotografitë e fëmijërisë, si për të prerë lidhjen përgjithmonë. Ai e kërkoi, e thirri, e priti. Vite me radhë. Asnjë përgjigje. Bora u zhduk nga jeta e tij. Vite që kaluan si furtunë. Petriti punoi punë krahu për vite me radhë. Jetoi në të njëjtën shtëpi të rënuar. U plak shpejt sepse mbante barën e fajit. Çdo vit për ditëlindjen e saj ndiste një qiri. Çdo vit për vjetorin e largimit të saj e kalonte i ulur në verandë, duke shpresuar se ndoshta ajo do ta kishte falur. Por 20 vite janë shumë për një zemër të lënduar. Ai nuk e dinte ku jetonte. Nuk e dinte asnjë gjë për të. Dhe kur mendonte se Bora mund të ishte martuar, mund të kishte fëmijë, mund të kishte jetë të saj, zemra i dridhej. Jo nga xhelozia, por nga fakti që ai nuk ishte pjesë e asnjërit prej këtyre momenteve. E vetmja gjë që ai dëshironte në pleqëri ishte një falje. Një fjalë e vogël, të kam falur, babi. Por ajo fjalë nuk erdhi kurrë. Deri atë ditë, deri në atë mëngjes të shiut, kur televizori i tij i vjetër, i plasaritur në qoshe, publikoi një lajm që ia ngriti gjakun në kokë. Lajmi i ndryshoi jetën. Televizori buqiti me zë të lartë, duke dhënë një edicion special. Gruaja më e re dhe më e pasur në Shqipëri shpallet sot nga revista ndërkombëtare Global Capital Omen. Fituesja është biznesmenja e njohur, themeluese e Bora Group, Bora Petriti. Emri. Ai emër. Petriti ngriti kokën si i goditur nga rufeja. Trupi ju drodh, këmbët ju mpin. Zëri i prezantueses vazhdoi, por ai nuk e dëgjoi më. Thjesht pa ekranin. Aty në ekran shfaqe një grua rreth të 38 ave, elegante, me kostum gri, sy të qetë dhe të vendosur. Bukur i ftohtë, por fisnike. Dhe ato sy ishin të saj. Ishte Bora, vajza e tij. Ajo ishte gjallë. Ajo ishte këtu. Ajo ishte gruaja më e pasur në Shqipëri. Kokën ju mbushën zëra, kujtime, faj. Dhe në atë moment e kuptoi se ajo jo vetëm që kishte jetuar pa të, por edhe ishte ngritur lart. Më lart se çdo njeri që ai kishte njohur në jetën e tij. Dhe kjo e bëri zemrën e tij të përpëlitej jo nga smira, por nga diçka tjetër. Ai kishte humbur çdo moment të saj. Ai nuk ishte aty kur ajo ngriti biznesin e parë. Nuk ishte aty kur ajo dështoi. Kur u ringrit, kur fitoi, kur mori çmime. Ai nuk kishte qenë askund. Dhe kjo ishte një dënim më i madh se çdo gjë tjetër. Momenti kur vendosi të dilte nga shtëpia pas 10 vitesh. Prej një dekade Petriti nuk kishte dal nga zona e tij e vogël.
Shumicën e kohës e kalonte duke pastruar kopshtin, duke lexuar gazetat e vjetra dhe duke shikuar tavë. Por atë ditë ai u ngrit. Hapi dollapin. Nxori gjupin e vjetër, i cili kishte një shall të vogël të qëndisur nga gruaja e tij e ndjer. Ajo kishte vdekur pa e parë kur Borën të rritet, dhe kjo e kishte vrarë Petritin edhe më shumë. Ai mori frym thellë, doli në shi, shkoi drejt stacionit të autobusit. Njerëzit e vështirë shikonin me habi, si një fantazm që kishte dalë më në fund nga shtëpia e pluhurit. Ai kërkoi një bilet për Tiranë. Duhej ta shikonte me sytë e tij. Duhej të dinte nëse ajo ishte vërtet ajo. Në qendër të Tiranës, një botë tjetër. Tirana e viteve të fundit ishte transformuar. Qendra ishte plot me drita, me godina të reja, me njerëz dhe me energji që nuk gjante fare me qytetin që ai mbante mend. Petriti ecte i ngathët, duke qenë pothuajse i humbur. Dhe aty, në një nga kullat më të reja të qytetit, ai palogon. Bora Group. Një ndërtesë 28 katëshe prej xhami që shndriste si kristal. Një perandori, e krijuar nga vajza e tij. Ai nuk dinte si të reagonte. Zemra i rrihte fort. E kuptonte se jeta kishte ecur përpara, ndërsa ai kishte ngecur në një të kaluar që askujt nuk interesonte më. Por ai e dinte se duhej të provonte diçka. Sado e pamundur të dukej, tek recepcioni i Bora Group. Recepcionistja, një grua rreth të 30-tave, e veshur me uniformë elegante blu, e pa Petritin për një moment. Ai duke i hutuar, i raskapitur nga rruga dhe për të thënë të drejtën, i ardhur nga një jetë krejt tjetër. Zoti, si mund t'ju ndihmoj? Pyeti ajo me zë të sjellshëm. Petriti gëlltiti me zor. Jam babai i Borës. Fjalët i dolën si pshertim. Recepcionistja nuk reagoi menjëherë. Ndoshta kjo nuk ishte hera e parë që dikush pretendonte të ishte i afërmi i saj. Keni takim të rezervuar? Ai uli syt. Jo, nuk kam asgjë. Dua veç ta shoh. Ti flas një minutë. Ti kërkoj falje. Lutem. Recepcionistja ndjeu keqardhje, por ishte profesioniste. Ajo telefonoi dik nga stafi, por ekrani tregonte se Bora ndodhej në zyrë, për takime të rëndësishme me investitor të huaj. Askush nuk priste të ndërpritej. Më vjen keq, zoti Petriti, por zonja është e zënë. Pa pritur, një zë tjetër u dëgjua pas shpine. Çfarë po ndodh? Ishte asistenti personal i Borës. Një burr i ri, i veshur me kostum të zi. Recepcionistja përshpëriti. Thot se është babai i zonjës. Ai e shikoi Petritin me dyshim dhe trishtim. Bora kur nuk fliste për të atin. Ishte temë ndaluar. Emri juaj? Ke pyeti asistenti. Petrit Petriti. Baba i saj. Dikur zëri u dridh. Asistenti heshti për disa sekonda. Pastaj tha. Prisni këtu. Takimi i parë pas 20 vitesh. Kur dera e gjamte e ashensorit u hap, Bora doli vet. Nuk e priste askush. Nuk e shoqëronte askush. Vetëm ajo. E heshtur. Me sy të palëvizshëm. Sytë e saj nga larg ngjanin të akullt. Por kur ju afrua babait, diçka ndryshoi. Ajo e pa. Ai e pa. Dhe koha u ndal. Petriti u drodh. Sytë ju mbushën me lot. Bor, ishte e vetmja gjë që mundi të thoshte. Ajo nuk foli menjëherë. E vështroi gjatë. Si dik që donte ta urrente, por nuk mundej. Si dik që kishte ndërtuar murat e lartë, por që papritur sheh një plasaritje në to. Pse je këtu? Pyeti ajo më në fund me një zë të ftohtë, por jo armiqësor. Petriti mori frym me vështirësi. Të kërkoj falje. Për gjithçka. E meriton çdo gjë që ke arritur. Jam krenar për ty. Por jam edhe një njeri që gaboj. Shumë më tepër se sa mund të falet. Ajo uli syt për një moment, por pastaj tha ftohtë. Çfarë dëshiron nga unë, baba? Kjo pyetje e prishi në shpirt. Si të thuhej se ai kishte ardhur të kërkonte diçka materiale, por ndoshta ajo kështu e imagjinonte, sepse njerëzit që kthehen në jetën e të pasurve shpesh duan diçka. Ai u dridh. Dua, u përpoq të fliste, por zëri ju qa dua vetëm të më falësh. Ajo e shikoi gjatë. Pyetja e saj e radhës ishte akoma më therse. Nuk do para. Ai ngriti kokën me shpejtësi. Jo, nuk kam ardhur për para. Kam ardhur për ty. Ajo heshti përsëri. Dhe në atë heshtje 20 vjeçare, diçka u thye. Ajo e vështroi ndryshe, këtë herë jo si një i panjohur, por si babai që dikur e kishte lënduar.
por që një pjesë e saj nuk ishte rreshtur kurrë dashuruari. Pastaj tha, hajde pas meje, dhe u ngjit lart në pianon e saj. Ai e ndoqi me hapa të ngadalt. Në zyrën e saj, zemra e perandorisë. Zyra e Borës ishte madhështore. Tavolinë mermeri, mure xhami, pamje nga gjithë Tirana. Piktura abstrakte. Librash që ajo vetë kishte lexuar e studiuar. Çdo gjë tregonte disiplinë, punë të palodhur, inteligjencë të jashtëzakonshme. Ai u ul me kujdes në karrigen e ofruar. Dora e tij e dridhur preku buzën e tavolinës. Dhe në atë moment, ai e pranoi për herë të parë se Bora jetonte në një botë që ai nuk mund ta imagjinonte. Pse u largove? Pyeti ajo menjëherë, pa rreth. Ai mbylli syt. Nuk u largova, Bor. Të largova ty. Dhe ky ka qenë gabimi im më i madh. Do të hiqja çdo vit të jetës sime për ta kthyer atë natë. Ajo e dëgjoi. Pse ke ardhur tani? Kjo pyetje ishte më e thella. Ai u hutua. Sepse sot të pash. Sepse kuptova se ti je më e fortë se gjithçka kam menduar. Sepse e di që s'kam të drejtë të kërkoj asgjë. Por zemra ime s'mund të vdes pa të. Ai e uli kokën. Pa të thënë se të dua. Sytë e Borës u bën me shkëlqim. Ajo nuk donte. Nuk duhej të thyhej, por lotët ishin të pabindur. Momenti i së vërtetës. Ajo u ngrit në këmbë, shkoi te dritarja, dhe tha diçka që ai nuk e priste. Bab, këto 20 vite kanë qenë ferr për mua. Kam ecur vetë, kam luftuar vetë. Më kanë tradhtuar, më kanë vjedhur, më kanë lënë në baltë. Por nuk kam harruar asnjëherë. As ty, as nënën, as natën që u largova. Petriti heshti. Pastaj ajo u kthye. Dhe tani që të pash këtu diçka brenda meje u thye. Nuk jam më vajza e lënduar. Jam një grua që mundet të vendos çfarë të doj. Kjo është arsyeja e vërtet pse jam e suksesshme. Ajo mori frymë thellë. Dhe tha, të kam falur prej vitesh, bab, vetëm që nuk ta thash kurrë. Ai ngriti kokën i tronditur. Ajo vazhdoi. Por më duhet të di je këtu sepse të mungova, apo sepse të mungojnë parat. Ai u ngrit në këmbë, sado e vështirë ti dukej. Jam këtu sepse je gjaku im. Je vajza ime. Dhe s'kam ardhur të kërkoj asgjë. Por nëse ti do të më ndihmosh, nëse ti do të më japësh një shans të vogël në jetën tënde, atëherë do të kem marrë më shumë se sa meritoj. Ajo syti kishte të mbushur me lot. Dhe ashtu e lodhur nga betejë me veten. Ajo bëri diçka që nuk e kishte bërë prej 20 vitesh. Hajde këtu. Dhe e përqafoi babain. Ai shpërtheu në lot. Ajo gjithashtu. Dhe pas 20 vitesh babe bi u ribashkuan. Por kjo ishte vetëm fillesa. Sepse ajo që Bora do të bënd më pas. Do të trondiste gjithë Shqipërinë. Qielli i Tiranës ishte rënduar, sikur mbante peshën e të gjitha historive të qytetit. Por në zyrën 2801 të Bora Group, 2 njerëz sapo kishin hapur një derë që ishte mbyllur prej 20 vitesh. Përqafimi i tyre nuk ishte thjesht ribashkim. Ishte falje. Ishte çlirim. Ishte një kapitull i ri. Por jeta, si gjithmonë, nuk i lejon askujt të gëzohet pa dhënë një provim tjetër. Dhe pikërisht këtë provim Bora dhe Petriti do ta përballonin tani. Vendimi i papritur i Borës. Bora ul sërish në tavolinën e saj. Por këtë herë me një energji tjetër. Syt i shkëlqenin, por fytyra ishte bërë serioze. Ishte koha të vendoste çfarë të bënte mëtej. Petriti i ulur përballë saj, duke i pafuqishëm. Po priste fjalën e saj si një i akuzuar në gjyq. Ai nuk kërkoi mëshirë. E mori me sportivitet edhe nëse ajo do të vendoste të mos e pranonte në jetë. Ai e dinte që zemra duhet fituar, jo lypur. Bora mori një dosje të hollë me kapak blu dhe lëvizi drejt tij. Bab, dua të tregoj diçka. Ai afroi kokën dhe pa një dokument të shënuar. Programi i donacioneve 2025, shtëpi për të moshuarit në nevojë. Ai mbeti pa fjalë. Ky është projekti im i radhës, tha Bora. Kam vendosur të ndërtoj shtëpi për të moshuarit që jetojnë vetëm, pa fëmijë. Shumë prej tyre janë braktisur nga familje. Shumë janë në gjendje të mjerueshme. Kam vendosur të ndërtoj shtëpi moderne, me kujdes mjekësor falas, ushqim dhe trajtim dinjitoz. Petriti preku dokumentin me dorë të dridhur. Kjo është mrekullueshme, bi. Nuk e bëra kur publike, tha ajo. Sepse nuk dua që njerëzit të mendojnë se unë jam bërë pasur për reklama bamirësie, por tani dua të bëj diçka edhe më të madhe. Dhe dua ta bëj bashkë me ty. Ai ngriti kokën me habi. Me mua.
Ajo po, me një buzëqeshje të butë. Po, bab, dua që ti të jesh fytyra e këtij programi. Ishte fati im i keq që humba 20 vite me ty dhe fati i shumë pleqve që humbën fëmijët. Dua që ti të flasësh në emër të tyre. Dua që zëri yt t'u tregoj Shqipërisë se falja është e mundur, se jeta jep shanse të dyta. Petritit ju mbushën syt me lot. Por Bor, unë jam një njeri i thjesht, i plakur. S'jam si ti. Nusja ime e ndjerë do t'alte kokën po të më shihte në tavë. Ajo që e shile. Nuk dua të jesh në tavë për famë. Dua të jesh aty për të tjerë si ti. Të tregosh historinë tonë. Tu tregosh njerëzve se një fjalë mund të shpëtoj një familje. Ose ta shkatëroj. Ai uli kokën. Pastaj tha. Nëse ti e do këtë do ta bëj. Do të bëj çdo gjë që më thua. Vetëm të jem pranë teje. Ajo e shikoi me sy të zbutur. Kaq desha. Por ajo nuk i kishte treguar ende pjesën që do ta trondiste Shqipërinë. Lajmi i madh Bora thëret konferencë shtypi. Në darkë, Bora ndaloi punën më herët se zakonisht. Nuk kishte ndodhur asnjëherë më parë. Ajo i tha asistentit të saj. Lajmëro të gjitha mediat kryesore. Nesër dua një konferencë shtypi në orën 10:00. Asistentit po thuaj se ju hodh zemra nga vendi. Zonja Bora, çfarë lajmi do të jepni? Ajo mbylli lapsin, mblodhi dokumentet dhe tha. Lajmin e jetës sime. Petritit ju drodh barku kur dëgjoi këtë. Ai e pa vajzën e tij, të zonjën të mençur të fortë dhe kuptoi se ajo nuk po fliste për biznes. Një natë gjatë dita para stuhisë mediatike. Në mbrëmje, Bora vendosi të shoqëronte babain në shtëpinë e vogël ku ai jetonte. Ajo nuk e kishte imagjinuar kurrë se si jetonte ai, por vendosi ta shihte me sytë e saj. Kur mbërritën, dera e vjetër prej druri mezi qëndronte në vend. Dhoma kishte një shtrat të thjesht, një raft me libra të vjetër, një televizor që mezi funksiononte dhe një sobë hekuri. Bora ngriti vetullat e saj elegante. Këtu je jetuar. Petriti kujtoi veten si një fëmijë. Po, këtu, për 20 vite. Nuk pata arsye të ndërtoja gjë tjetër. Ajo u lëku nga emocionet që nuk donte t'i shfaqte. Bab, sa kohë ke jetuar vetëm kështu? 11 vite, tha ai ngadalë. Prej se më iku nëna jote. Ajo u kthye nga muri, për të mos e para i lotët që i rridnin papushim. Pse nuk kërkove ndihmë? Pyeti ajo e zemëruar. Pse nuk kërkove askënd? As qirat të paguanim të paktën. Bor, i tha i qetë, ndihma kërkohet vetëm kur di se ke dikë që të pret. Unë nuk doja të isha barë për askënd. Zemra e saj u thye sërish. Ajo bëri një gjë që nuk e kishte bërë kur më parë. U përkul, kapi sytë e tij me duart e saj të buta dhe tha me zë të ulët, të dridhur. Baba, s'ke qenë barë. As nuk do të jesh më. Pastaj mori një vendim të menjëhershëm. Ky njeri nuk do të jetonte më kur vetëm. Kur? Mëngjesi i konferencës, Shqipëria në pritje. Të nesërmen në hollin kryesor të Bora Group. Kamerat u vendosën si një mur metalik. Gazetarët rinin të paduruar, duke bërë teori të ndryshme. Po shet kompanin, po hap biznes në Amerikë, po hyn në politik, po martohet, po largohet nga Shqipëria. Asnjëri nuk kishte imagjinat të mjaftueshme të mendonte të vërtetën. Në orën 10:00 fiks, Bora doli nga korridori kryesor, e veshur me një kostum të bardhë të thjesht por prestigjioz. Elegante, e qetë, e fortë, por ky nuk ishte surpriza. Surpriza ishte njeriu që e shoqëronte. Petriti. Të gjithë u ngritën me njëherë. Gazetarët filluan të bërtasin. Kush është ai? Pse është këtu? A është investitor? A është partner biznesi? Bora ngriti dorën dhe heshtja rasi thi. Ajo shkoi te podiumi. U pasua nga Petriti, i cili ecte paksa i përkulur, i veshur me këmishën më të mirë që kishte, të cilën Bora ja kishte dhënë atë mëngjes. Ajo nisi. Ju falenderoj të gjithëve që erdhët. Sot nuk jam këtu për të folur për biznes. Sot dua të ndaj me ju diçka njerëzore. Gazetarët u shtyn njëri tjetrin nga emocionet. Ajo vazhdoi. Dua t'ju prezantoj dikë. Jo investitor, jo partner, jo figurë publike. Ajo i vendosi dorën mbi shpatull babait të saj. Ky është babai im, Petriti. Heshtja u kthye në shpërthim total. Kamerat u ndezën sikur të ishte një sken filmi. Dikush bërtiti. Pse nuk e kishim parë kur më parë? Pse nuk e përmendët më herët? Çfarë po ndodh?
Bora ngriti dorën që të fliste sërish. Unë nuk kam folur për babain tim për 20 vite. Kemi qenë të ndarë. Ka pasur dhimbje. Ka pasur keqkuptime. Ka pasur gabime. Por unë dua t'ju tregoj sot se njerëzit mund të falin. Se mund të ribashkohen. Dhe se pasuria nuk është gjëja më e madhe në këtë botë. Pastaj ajo u kthye nga babai dhe i buzëqeshi. Ai është njeriu që më bëri të fortë, edhe kur nuk ishte pranë. E fal, dhe dua që Shqipëria ta di këtë. Ky ishte momenti që tronditi gjithë vendin, por Bora nuk përfundoi. Ajo shtoi. Dhe për këtë arsye, kam vendosur që të dhuroj 10 të pasurisë sime totale për ndërtimin e një rjeti të shtëpive të kujdesit për të moshuarit. Gazetarët shpërthyen. 10 e pasurisë së saj ishte rreth 28 milion euro. Ky ishte donacioni më i madh privat në historinë e Shqipërisë. Dhe këtë projekt vazhdoi ajo, do ta drejtoj babai im. Ai do të jetë imazhi i qendrave. Zëri i tyre. Zëri i faljes. Petriti e humbi kontrollin. Syt ju mjegulluan. Ai kapi dorën e Borës para gjithë Shqipërisë. Dhe tha me zë të ngjirur. Faleminderit, bi. Pas konferencës, dhoma e heshtjes. Kur konferenca mbaroi, Bora dhe Petriti u futën në një nga zyrat private. Ai ishte i tronditur nga emocioni. Bor, s'ka nevojë të bësh gjithë këtë. Unë jam një njeri i thjesht. Ajo i vendosi gishtin mbi buzë. Jo më, jo tani, je babai im, dhe unë dua ta shpërblej veten për një gjë. Për durimin që pata, për rrugën që bëra vetëm. Tani dua të ndaj me dik këtë sukses. Dhe dua ta ndaj me ty. Ai nuk e përmbajti më veten dhe ul në karrige duke qarë. Ajo ul pranë. Nuk tha asgjë, sepse disa dhimbje janë shumë të mëdha për t'u shpjeguar. Fillimi i projektit, Shqipëria e entuziazmuar. Gjatë javëve të ardhshme, Bora dhe Petriti nisën udhëtimet nëpër Shqipëri për të parë vendet ku do të ndërtoheshin shtëpitë për të moshuarit. Në çdo qytet, Petritin e prisnin njerëz me lule, me përqafime, me lot. Ai ishte bërë një simbol. Njerëzit e pan veten tek ai. Baballar të tjerë që kishin gabuar. Fëmijë që ishin larguar. Njerëz të thjeshtë që kishin lënë goxha jetë pas vetes. Por fama nuk e ndryshoi. Ai mbeti i thjesht. Nëpërmet një grua e moshuar i tha: "Të fala vajzës, more djalë, mos e lër më vetëm." Ai u prek. "Asnjë ditë, nën. Asnjë ditë." Në Shkodër një burr i vjetër i tha: "Ta ruaj Zoti atë vajzë. Je me fat." Ai buzëqeshi me lot. "Jam njeriu më me fat në botë." Por Bora kishte një plan që nuk ja kishte thënë askujt. Një plan që do të ndryshonte jetën e Petritit përgjithmonë. Sekreti i madh i Borës. Një pasdite, teksa po udhëtonin në makinë, Bora tha: "Bab, dua të flasim për diçka serioze." Ai e pa me shqetësim. "Për çfarë, bi?" Ajo preu frymën. "Dua që të mos jetosh më në atë shtëpi." Ai u përpoq të kundërshtonte. "Por unë jam mësuar. Aty kam kujtimet e nënës tënde." "Bab," tha ajo prerë, "nuk po ta propozoj. Po ta them." Ai heshti. Ajo vazhdoi. "Kam bler një shtëpi të re. Për të dy. Një vile vogël, por e ngrohtë. Afër dritës. Afër parkut. Afër meje." Ai u trondit. "Për të dy." "Po, bab. Dua të jetojmë bashkë. Dua të kem afër. Dua që çdo mëngjes të pim kafe bashkë. Dua që të kompensoj 20 vitet që humba. Nuk do të lëm asnjë ditë të vetmuar." Petriti e mbuloi fytyrën me duar. Ai qante si fëmijë. "Bor, unë nuk e meritoj këtë." Ajo ja hoqi duart nga fytyra dhe i tha: "Mjafton që je gjallë. Dhe mjafton që erdhe. Kjo më mjafton mua." Por një problem i ri po vinte. Ndërsa ata po ndërtonin jetën e tyre të re, media filloi të ndërhynte gjithnjë më shumë. Gazetar para derës së vjetër të Petritit. Gazetar para Bora Group. Gazetar nëpër qytetet ku udhëtonin. Dhe, si gjithmonë, u gjet dikush që hapi plagën e vjetër. Një portal publikoi titullin: "Babai që e braktisi vajzën tani kërkon pasurinë e Borës." Dhe komente pafund nisën në internet. Petriti i pa të gjitha. U thye. Ai nuk donte që njerëzit të mendonin se ai ishte kthyer përpara. Jo, kjo e shkatërroi keq. Dhe atë natë ai bëri diçka të pafalshme. U largua në heshtje. Pa i thënë Borës. Pa marrë telefon. Vetëm një letër e la mbi tavolinë. Në të shkruante vetëm kaq: "S'dua të jem barë. S'dua të lëndoj përsëri."
Më fal. Bora, kur e gjeti letrën, shpërtheu. Zyra e Borës ishte heshtur pas përqafimit të tyre. Lotët që kishin rënë mbi supet e njëri tjetrit nuk ishin vetëm lot rishtimi. Ishin edhe lot lirimi. Lot që i dhan fund një zinxhiri 20 vjeçar faji, dhimbje edhe distance. Petriti e mbajti vajzën fort, sikur të mos donte ta linte të largohej më kurrë. Por jeta akoma nuk ishte ndaluar së provuari. Bora ishte e bindur se falja ishte e domosdoshme. Ajo ndjeu një çlirim të madh, por si grua që kishte ngritur një perandori, ajo e dinte se njerëzit shpesh kishin motive të fshehta. Duhej ta kuptonte deri në fund. Ajo ul në karrigen e saj dhe i bëri shenjë babait të ulej përballë. Bab, dua të jemi të qartë. E kam pritur këtë ditë gjithë jetën, por më duhet të di çdo gjë. Çfarë do të bësh tani? Çfarë dëshiron të bësh me jetën që të ka mbetur? Petriti uli syt. Ishte pyetje që nuk i ishte bërë kurrë. Për herë të parë pas shumë vitesh, ai ndjeu se kishte një të ardhme. Dua vetëm paqe. Vetëm ti jem pranë nëse ma lejon. Nuk dua luks, nuk dua para, nuk dua asgjë tjetër. Bora e pa me kujdes. Zemra i rahu fort sepse ajo kuptoi se fjalët e tij nuk ishin një kërkesë, por një lutje. Asaj nuk i kishte munguar kurrë paraja. Asaj kishte munguar ky burr i lodhur para saj. Bab, shkoi ajo duke i prekur dorën, paraja nuk është problemi. As fama. Problemi ishte distanca. Por nëse ti vërtet ke ardhur për mua, atëherë unë nuk do të lë më të jetosh vetëm. Ajo i buzëqeshi me një dhimbje të butë. Ti do jetosh me mua. Petriti ngriti kokën, i tronditur. Jo, Bor, nuk dua të ngarkoj. Jeta jote është shumë e madhe për dikë si unë. Ajo e ndërpreu. Bab, unë jam këtu ku jam sepse luftova vetëm. Sepse s'kisha askënd. Të kisha pasur ty, ndoshta do kisha qenë edhe më mirë, edhe më e fortë. Unë të dua. Dhe dua të kem pranë tani që të kam gjetur. Me këtë e mbylli çështjen. Nuk kishte vend për refuzime. Ajo telefonoi sekretaren. Rezervo me njëherë transferimin e babait tim në vendbanimin tim në Rolling Hills. Dua një suitë të përgatitur. Dhe dua që nga nesër babai im të ketë person kujdesi. Qeckup mjekësor dhe gjithçka që i nevojitet. Gjithçka. Petriti u shtang. Ai nuk ishte mësuar me luks, me vëmendje, me askënd që e trajtonte si dikë të rëndësishëm. Bora ju afrua, mbështeti ballin e saj tek i tij dhe tha fjalë që i munguan 20 vjet. Bab, tani je i imi. Dhe unë jam e jotja. Lajmet e tronditën Shqipërinë. Brenda pak ditësh, mediat shpërthyen. Bora Petriti ribashkohet me babain pas 20 vitesh. Biznesmenja miliardere blen vilën e re për të atin. Historia prekse që po emocionon vendin. Dritat e kamerave ndiqnin kudo Borën. Gazetarët kërkonin të dinin detaje. Pse ishte larguar? Çfarë kishte ndodhur? Pse tani? A do të ndikonte kjo në imazhin e saj publik? Por Bora nuk tha asgjë. Vetëm një fjali në një konferencë të shkurtër. Rifillimi i familjes nuk është lajm. Është mrekulli. Publiku u nda më dysh. Disa e vlerësuan, disa dyshuan, disa e kritikuan babain, disa e lavdëruan Borën për madhështi shpirtërore, por të dy u izoluan në mënyrë të qëllimshme. Nuk ishte koha për të dëgjuar botën. Ishte koha për të provuar njëra tjetrën. Kjetësara. Vila e Borës ishte jashtëzakonshme. 5 milion euro vlerë. Pishina, kopsht, bibliotek, dhoma të shumta me arredim të ngrohtë modern. Petriti u vendos në një suitë që dukej si hotel 5 yje. Në fillim u ndjes sikur nuk i përkiste asaj bote, por Bora nuk e la të mendohej shumë. Çdo mëngjes ajo i sillte kafe. Si e sot, bab? Ke fjetur mirë. Shumë mirë, Bor. Ajo i gatuante shpesh vetë, e çuditshme për dikë kaq të pasur. Por Bora ishte rritur me të, dinte të gatuante dhe e bënte me shpirt. Ai filloi të qeshte, të tregonte kujtime. Ti kërkonte falje për çdo moment të jetës së tij ku ai kishte gabuar. Ajo e dëgjonte e qetë, pa zemërim, pa gjykim. Bab, i tha një natë, ndonjëherë jeta nuk na jep një fill të ri. Na jep një copë letër të bardhë. Dhe ne duhet të guxojmë ta mbushim nga e para. Ai qeshi. Ti e ke mbushur bukur, vajza ime. Shumë bukur. Ajo i mbajti dorën. Ne do ta mbushim bashk tani. Vite të humbur. Për të haruar. Çdo ditë Bora i tregonte babait si e kishte filluar biznesin, si kishte fjetur net pa gjumë në dhoma të ftohta.
Si e kishin tradhtuar ortakët. Si kishte humbur gjithçka e kishte nisur sërish. Si ishte betuar se do bëhej dikush. Petriti e dëgjonte me lot në sy. I dhimbte çdo rrëfim. I vinte keq që nuk kishte qenë aty. I vinte keq që ajo kishte qarë vetëm. Por Bora nuk donte më dhimbje. Bab, ajo jetë ka mbaruar. Tani jam këtu. Dhe jam mirë. Shumë mirë. E rëndësishme është të mos më humbësh më. Ai e shikoi ngadalë. Nuk të humbas më, Bor. Jo kur. Dita e Petriti rësëmur. Një pasdite, ndërsa ata po shikonin albumet e vjetra, Petritit ju ersuan syt. Rëshiti nga karrigia. Bora bërtiti. Ai humbi frymarrjen për disa sekonda. Ambulanca erdhi me njëherë. Bora nuk pushonte së qarit, e mbante dorën e tij, duke e lutur mos të ikte. Në spital mjekët i thanë: Zonja Petriti, babai juaj ka pasur atak kardiak të lehtë. Është i dobët. Duhet kujdes i vazhdueshëm. Bora kaloi natën pranë tij. Kur ai u zgjua, ajo i mbante dorën. Mos u tremb, bab. Unë jam këtu. Kam qenë gjithmonë e fortë. Por pa ty, ajo ja fshiu lotët, nuk dua të jem asgjë. Ai u prek thellë. Bor, nuk do iki pa të parë më të lumtur se ç'ke qenë ndonjëherë. Të lutem, përshpëriti ajo, mos më lër. Ai ngriti dorën dhe ja vendosi në faqe. Tani po jetoj për herë të parë, sepse jam me ty. Dita e madhe. Pas disa javësh rikuperimi, Bora organizoi diçka që askush nuk e priste. Një ceremoni faljeje publike. Për të inspiruar familjet shqiptare që jetonin larg, që kishin prishur marrëdhëniet, që kishin plagë të pashëruara. Petriti nuk e besonte. Pse po e bën këtë? Ajo e mori dorën dhe e vendosi mbi zemrën e saj. Sepse unë nuk jam pasuruar vetëm me para, bab. Jam pasuruar me faljen tënde. Dua që kushdo të kuptoj se falja i pasuron njerëzit më shumë se çdo bank. Në skenë Bora foli. Kjo është fytyra e babait tim. Kemi kaluar 20 vite larg, por një ditë guximi ndryshoi gjithçka. Falja është qelësi. Pa të, as unë s'do isha këtu. Publiku shpërtheu në duartrokitje. Petriti qau. Ishte dita më e lumtur e jetës së tij. Këri fundit fjala e babait. Pas ceremonisë, Bora i kërkoi babait të thoshte 2 fjalë. Ai u ngrit në skenë me shumë mundim. Mikrofonin e mbajti me duar që i dridheshin. Unë jam një baba që gaboj. Shumë. Më shumë se sa mund ta përshkruaj. Por vajza ime, ai u kthye nga Bora, ishte më e madhe se gabimi im. Ai mori frym thellë. Nëse keni dikë që e keni lënduar, shkoni, kërkojini falje. Sepse një ditë do të jetë vonë. Ai uli kokën. Faleminderit, bi. Më dhe një jetë të re. Dhe për këtë do të dua deri ditën që s'do marr më frym. Bora shpërtheu në lot dhe përqafoi para gjithë vendit. Publiku u ngrit në këmbë. Një baba dhe një bi më në fund të bashkuar. Epilogu një vere EPS. Petriti jeton me Borën. Shëndeti i tij u stabilizua. Çdo mëngjes ata pin kafe së bashku. Shëtisin në kopsht. Shikojnë filma të vjetër. Bisedojnë për jetën. Bora tani është jo vetëm gruaja më e pasur në Shqipëri, por edhe gruaja më e lumtur. Dhe Petriti nuk ka më faj në shpirt. Ai shkroi vetëm një faqe që e ruajti në komodinë. Faleminderit, bi, që më dhe më shumë se ç'meritoja. Baba yt. Dhe ajo faqe ishte thesari më i çmuar i një gruaje që kishte pasur gjithçka, përveç një babai. Tani kishte të dyja. Dhe së bashku, ata shkruanin kapitullin e dytë të jetës së tyre.